Po zysh, a i ke korrigju provimet? Por e prit, nuk i shef ja këtu i kam provimet. I kam korrigju. Po qa kam korrigju, thuj? Shumë keq keni dalë, gjithë si klas. Qa është ky provim këshure më qafshë, s'keni mësu fare, unë ju thash mësonja, nuk keni mësu asgjë, për vetën tuaj keni. Po qa keni shkujtuje, nuk e marrë vesh, sikur po shpikni raketa. Ate që bëjmë klas, ate keni edhe në provim. Asgjë fare, shumë keq keni dalë, gjithë si klas. Keni dalë klasa më e dobët, që kam korrigju. Kush është Aleksi? Ti? Po më mbet keq zyshat, bëj zysha i pyetje ty. Me qa shkruan ti? Me dur apo me këmbë? Tek provimim tat nuk e kam marrë vesh fare qa ke shkujt. Nuk e di me qa ke shkujt, me këmbë duket ke shkujt. Qa është ky provim kështu? Ti e merr vesh qa ke shkujt vet? Për atë zotun sa marr vesh. Edhe doktorat nuk shkojnë kaq keq. Qa është ky provim i zysh? Do tul not se s'marr vesh asnjë gjë. Një llaf paktën, një fjalë të deshifroja, nuk marr vesh asnjë gjë. Stacy, kush është Stacy? Po mirë me zyshe, për tojet shkoje me stirolaps ti me zyshe, me laps. Po sa herë kanë thënë me stirolaps mi të keq një zysha, që është ky laps? Lapsi fshihet. Që të shatë vërtetoj, tash i ke shkujt, s'ke shkujt ti. Me laps. Edhe sa herë kanë thënë, mos shkruni me të kuqe, se të kuqen do korrigjoj unë. Ja, sa shu juve, prap me të kuqe aty. Sa ti marrë. Nëse gjithë keni dalë shumë dobët, nuk e di çat ju them, për veten tuaj keni. Tani do t'i shpërndaj edhe mos më vini të qani pastaj jo ma ngri notën, jo ma ashu se nuk bëj asnjë gjë. Hajde merrni. Në qoftë se ju pëlqeu kjo video, jepini një like, komentoni edhe gjithashtu bëni dhe share me shokët, shoqet, mamallarët, babollarët, kushërirat, gjitha çka keni, edhe follow në TikTokun tim. Faleminderit.